O vëllezër, ki din islam i madh ka hecë përpara me shumë nishana. Nëse merrni edhe lexoni historinë e Napoleon Bonapartës, i cili ka qenë njëri prej ushtarëve të mëdhej, i cili ka sundu shumë vende. Po edhe pse ka sunduar, përsëri nuk ka mujt me thije rekordin e islamit. E i ka ardhi nati shumë. E një herë ka parashtruar një pyetje dhe ka thonë: "Çish ka mujt ki din? Çish ka mujt ki islam për gjysë shekulli me sundu gjysën e dunjajës?" Se ma pak se 50 vite kur i kanë bërë musliman prej ardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, hemene se gjysën e dunjajës e kanë pas në dorë. Hemene se gjysën e dunjajës e kanë pas në dorë, e i ka ardhur inati këtij luftari të madh se çish ka arrit. Ndërsa një shtet mundet me arrit përpara kur ai shtet ka drejtësi. Ndërsa në këtë drejtësi na ka mësuar kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me intervenu për një gruaje e cila pas ka vjedh, e cila gruaje pas ka qenë gruaja e një pasunikit. Edhe kur ka ardhur me intervenu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është nervozu shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qaq shumë shka është nervozu sa që ka thonë: "Wallahi, sikur se edhe Fatimja, bija e eme, me pas vedh, kisha mja prej dorën." Ka thonë: "Nuk janë shkatërruar shtetet të cilat janë konë për para juve, vetëm pse kur ka vedh i pasuni ja kanë fal, e kur ka vedhën fukaraja e kanë dënu." Që kjo pra drejtësia islame. Drejtësi çka nuk ban dallim mes të pasërve edhe të varfërve, nuk ban dallim mes të fuqishmive edhe të dobëve, por drejtësi çka secilit mundohet me ia dhon hakin e vet. Kjo drejtësi në historinë islame është dëshmuar disa herë. Për ata sy se ka pas që si drejtësie, Allahu dhul Gjelal ja ka shtuar pushtetin edhe kanë sunduar dhe thot dunjajën. Tregohet se në kohën e Omerit radiallahu anhu, e ka qua Omer radiallahu anhu një vali në Egjiptin e sodit. Edhe kër e ka qua qëtë vali në Egjiptin e sodit, rinia si rini kanë qef gjithmonë me umor me sport. Edhe djali i velijës e Egjiptit, kalin e mirë, ndërsa edhe një egjiptas kalin e mirë. Kanë dalë marham, kur kanë dalë marham, ka fitu e kali i këti egjiptasit. Po edhe pse ka fitu kali i egjiptasit, ka shku edhe ka poshtërsu atë egjiptasin, duke ka mshu e shpull, edhe duke thonë qysh nuk vjen ti marre, që me ka përcije gjallit dvelijës të Egjiptit. Ndërsa ankesa shkon të kush? Shkon të Omeri radiallahu anhu. Kur shkon të Omeri radiallahu anhu, e merr këtë egjiptasin, edhe e merr gjallin e kujna, gjallin e velijës. Edhe i thot, kush dha ti drejt me i robnu njerëzit, të cilat njerëz Allahu dhul Gjelal i ka fal të lirë. Shishoni çfarë llafi, kush dha ti drejt me i robnu njerëzit, të cilët njerëz Allahu dhul Gjelal i ka fal të lirë. Edhe e merr djalin e velijës, edhe e shtrin për toke, qashtu që i ka shtrin atë egjiptasin. Edhe që kjo bëhet sebeb që ky njeri me pranu islamin duke e pa drejtësinë islame. O vëllezër, kjo është vetëm se në dinin ton të madh islam, ku drejtësi ka secili, pa marr parasysh a është musliman apo jo musliman. Pse? Se Allahu dhul Gjelal, kur e ka dërgu këtë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e ka dërgu për drejtësi, me të cilën drejtësi hecin për para shtetet. Për ata syje pra një dietar i madh islam, i cili do thot njihet me emrin Ibn Taymije, ka thonë: Allahu dhul Gjelal e ndihmon një shtet të kufrit nëse është i drejt, por Allahu dhul Gjelal e batis një shtet të muslimanit nëse shtremohet ai. Do thot, poenta kryesore apo mësimi kryesor që për me hec shtetet përpara është drejtësia në to. Kur hupët drejtësia, nuk ka shtet aty, Allahu dhul Gjelal shpejt i hup ata. O vëllezër, Damaski i sodit, i cila është shembulltyr më e madhe se çish duhet të bukonën drejtësia ndërfetare. Kur kanë ardhur muslimanët, edhe e kanë fitu, e kanë çliru do thot Damaskin. Edhe e kanë pa do thot një kishë të madhe, edhe ka pas vend në atë kishën boll, edhe për muslimanët edhe për krishterët kanë hi me u fal në ta. Prej vitit 14 hijretit, tek tetin vitin 86 hijretit, janë fal në një xhami. Edhe muslimanët, po edhe krishterët i kanë bërë ato obligimet e veta. Tek tetin sa në vitin 86 sipas hijretit, a bon numri i muslimanëve shumë më i madh se sa numri i krishterëve. Atëra halifja i ati vaktit ka lipën për i krishterëve që mi avshlue krejt xhamien
ndërsa në kompenzim për ta mi undreq atinve kish të re në bab tuma, e cila kish hala sot ekziston. Ki islam, i cili edhe kur akon më i fort, edhe kur ka sundu këtë dunjojën, nuk jav ka shem as një kish, nuk jav ka shem as një tempull, po i kalon njerëzit të lirë, sa Allahu Dhul Gjelal në Kur'an thot, lekum dinukum wal yedin, ju e kini fejnë e juj, na e kina fejnë tonë. Që kja është islami. Që kja është islami, i cili e ka sundu dunjojën, ndërsa kishat më të mloja sot në dunjo gjindet në Jordani. Që ati shka muslimant e kanë pasën, edhe hala sot e sot e kanë pushtetin. Që kja është islami, shka kishat më të mloja në dunjo, gjindet në Damask, gjindet në Egjipt, gjindet në Istanbul, shka e kanë sundu 800 vjetë me radhë, ndërsa hala historia e tinve vazhdon. Ndërsa muslimant e kanë pas në dorë Shpanjën 800 vjetë, shkoni sot Madrid a mujni me gjetën një xhami. Kur kanë ardhur përsëri, krishterët i kanë shem me kakrejt, nuk kanë lënë kur gjë. Ndërsa historia e tinve e dëshmon edhe te vendet tona. Që atëherë kur pak forcë patën, na i shemën xhamia tona. Por elhamdulillah Allahu Dhul Gjelal, që i kanë lënë musliman të gjallë, e përsëri do thot objektet e veta i ndreqin edhe i bojnë hala më të mira. O vëllezër, ki islam me drejtsinë e vete nuk ka prek as në literaturë, nuk ka prek do thot as në senet e shenjta. Për atë arsye pra na e shohmi se rezultat që ka me gjallë historia e grekëve të vjetër është rahmeti i muslimanëve, se kur muslimant i kanë sundu këto popuj, nuk jav kanë gjeg librat, por përkundrazi jav kanë ndrujt, edhe jav kanë përkthi, edhe jav kanë përcjell popujve tjerë. Që kjo është islami i pastër, si dush mu bo musliman që kjo është, po si dush mu bo krishter që kjo është, po si dush me majtë historinë tone që kjo është. Se njeriu nuk hec për para duke jam shef dikujna historien, por njeriu hec për para duke e majtë drejtësien, se drejtësia është qajo e cila hec për para. O vlezën, ki islam, i cili i ka mësu njerëzit më konë të drejt, e ju mu bo të shtremt, si kur shka bohën shumë popoj edhe shumë vise, që kur i kanë sundu muslimant, senin e parë që e kanë bëhe, kanë shku javë kanë shemën xhamiat, ndërsa senin e dytë kanë shku literaturën ketë, javë kanë gjujtë dhe thot në përvenet të flishta edhe në përlumej duke dasht me i shkatru. Ndërsa kjo politik hala sot dhe sot vazhdon. Nëse një musliman i merë 100 kurana edhe do në me hinë në kufinin e Maqedonisë, mi njëherë e nali, thot kupi qonë këto libra. A haron aj se a qel interneti, a qel dunjoja, e mundët njeri në shtëpinë e vete pa dalë kur kun hiq me këshirë sa donë për literaturës edhe me këshirë këtë dunjojnë. Por çka? Xhelozia edhe urrëtia të cilën e kanë në përzemra, të cilën xhelozi mundët me shnosh vetëm se Islami, për fat keq hala vazhdojnë me diktaturën e tinve, hala vazhdojnë do thot me ignorancën e tinve, të cilën ignorancë mundën me shnosh vetëm nëse thojnë la ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Ki islam i cili është shembulltyr, edhe është rahmet për krejt dunjojën, shifët edhe në përvende tjera, edhe në përvise tjera. Për atë arsye kanë ardhur dhe kanë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kanë thonë cili është muslimani më i mirë. Ka thonë muslimani më i mirë është çaj i cili e ka ahlakin më të mirë. Muslimani më i mirë është çaj i cili e ka ahlakin më të mirë. E me çka bëhet ahlaki i mirë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me i dhonë selam qatina qka e njef, edhe qatina qka se njef hiq. Po nuk e dibe ashtë ki muslimana a shka. Pa marë parasysh, a nuk e njofte hiq, a ke muslimana për shka, përshëndete. E kjo përshëndetja jonë, kjo përshëndetje të cilën na i ka mësu Allahu Dhul Gjelal, është mjetë për me shtije sigurimin, edhe për me shtije dashnien, edhe për me shtije vllaznillëkin në mesin e njerëzve të cilët jetojnë në një vend. E vinë njerëzit prej perëndimit e na thojnë, po ti s'ke shku as njëherë në Gjermani, po as ke shku në Zvicër, po ku ta zates një plaka i vjen tjetë përshëndet, pa marë parasysha e njef a nuk e njef. Po vlezën, ne këtë përshëndetje e kemi për para perëndimit, që Allahu Dhul Gjelal na ka urdhënue, po dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka praktiku që e ka përshëndet se cilin njerin, po na i ka mësue selamin, i cili selam është ma i miri në sipërfaqen e tokës si përshëndetje, i cili selam ka më konë do thot përshëndetje dhe banorëve të xhenetit, inshallah Allahu Dhul Gjelal na ban prej tyre. Kjo drejtësi edhe ki rahmet të cilën Allahu Dhul Gjelal e ka zbrit në dinin ton të madh Islam,
e ka bon që ki islam me hec për para. Sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti kishte pas që to mjetet sodit, sikur shka është interneti, sikur shka në posta e shpejt, sikur shka në satelitat, sikur shka në televizit, unë e mendoj se këtë dunja kishte më bë musliman. Po për fat keq, në kohën e tinve nuk ka pas kësi mjete, po edhe pse nuk ka pasën, me mundin e tinve, me ahlakin e tinve, me sjelljet e tinve, kanë arrit që gjysës dunjajës mi u tregu dhe thot për islamin. Për ata syje pra nuk ashtë më quditën, nuk ashtë më quditën me fjalët e qatinve të cilët sot pëbohën musliman. Kur një Amerikan e pas ka pranu islamin, pas ka shku në Mekë dhe ku ka zatet me disa prej djetarve të mëdhaj, edhe pas ka thonë, po na vjen keq për juve, po na vjen keq për juve, për ata syje se na një Coca-Cola e kemi, edhe qatë Coca-Cola që e kemi, kur e kemi pa që ashtë e mirë, kemi mundu këtë dunjojës me a shpërnda, mu knaq, ato sukur shka knaq mi na. Ndërsa ju e keni një islam, këtë islam për mani veç për veti, edhe nuk shpërnda një tjerve, edhe pse knatësia ma e madhe koka, mu konë musliman se sa me pije një Coca-Cola. Pra ata syje pra, mos vjen marë ti si musliman, me ngrit kokën tande, edhe me ngrit balin tanë, edhe mi kalzu dunjojës, edhe mi kalzu edhe atina jo muslimanit, se unë jam musliman, jo pse më kalon baba dhe nana, po jam musliman se te islami është drejtësia, te islami është mëshira, te islami është ardhmëria, te islami është realiteti, te islami është shkenca, te islami është neti, te islami është përparimi, te islami janë gjithat mirat e dunjajës edhe të ahiretit. Qaj i cili donë mu bo musliman, e ka kur taliz vetë vetin dunjo edhe në ahiret, po qaj i cili ja kthen shpinët, fjallës e Allahut edhe fjallët të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, mos ta malkon kërkan, po le ta malkon vetë vetin.